Ka rreth një vit e gjysmë që tregu i baktive është vendosur në fshatin Grudere, me para i ndolli pranurës e bardhajve, mes rrëmujës dhe pa pastërtive. Tashmë në zonën ku ndodhet aktualisht, janë përmirësuar kushtet higjieno-sanitare, duke nisur nga uji i pijshëm, vaskat me ujë për baktit, banjët dhe shërbimi veterinar. Po ashtu është bërë rrethimi me mur të lartë në këtë treg në mënyrë që baktit mos të kenë mundësi të dalin në rrugë. Administratori i këtij tregu Gjovalin Stolaj, por edhe tregtarët janë të kënaqur me kushtet, ndërsa kërkojnë më tepër vëmendjen e bashkisë. Është bën rrethimi me mur 2 metra i lartë për arsye që mos dalin në rrugë me kafshë të gjalla, ashtu është bën sistemimi i kafshë me fjalë të imtat në vedin, të trasha që quhen lop, kuaj, me fjalë gjitha në vedin, parkingu është në vedin. Detyrat e lanë nga drejtoria e bujqësisë, siç ishte tualetet, ujë e pijshëm, vaskat për baktit, të gjitha po shërbimi veterinar funksionon prej disa muajve. Nikosisht kishim dashur edhe mbështetjen e bashkisë për në një investim anaj gjanë që gjithçka të bëhet konform rregullave, që edhe ne dim nëse investojmë kena i pikë mbështetje. Ne do na mbështetin me fjalë që nëse hedhim lek dim për çfarë hedhim. Lidhje me tregun të fshatar, në kushtet janë të mira, kanë provu dhe ujë, kanë shtruar me zhavor, për ne janë shumë të mira. Krahasim me atë pazaret tjera që kanë vizitë disa herë, këto janë 100% më të mira kushtet. Çdo gjë në rregull, veterinarët vinë, i kontrollojnë baktit, mina çdo gjë që mas rregullit që përket ligjit të shtetit. Edhe pse shpeshherë i është kërkuar njësisë rrethina të jap lejen që ky treg të funksionojë çdo ditë të javës, në fakt është lejuar që ky treg të qëndrojë i hapur vetëm të dielave.